Kosova vazhdon të mbajë aktive taksën prej 10% për produktet e importuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht insistimeve për largimin e saj, deri me tani nuk është bërë asnjë hap konkret në këtë drejtim. E njëjta sipas ministrit në dorëheqje të financave, Hekuran Murati, do të largohet vetëm me marrëveshje mes dy vendeve për tregti më të lirë. Planifikojmë që në diskutim të përbashkët me autoritetet amerikane pra të shojmë të gjejmë zgjidhje në mënyrë që produktet e dyja shteteve para të qarkullojnë sa më lirshëm e mundësisht pa tarifa fare. Sipas Muratit, taksa është e aplikueshme ndaj të gjitha vendeve pa dallim. Tarifa 10% ka të bëjë me një politikë minimale të aplikueshme për gjitha shtetet. Pra është e aplikueshme edhe për Singaporin që në këtë rast ka nivelin 0% për gjitha shtetet. Por pavarësisht kësaj, për ekonomistin Medajn Hashani, Kosova do duhet ta bënte hapin e parë në drejtim të kësaj çështje për të përfituar benefite tjera. Do duhet të shfrytëzojë edhe aspekti politik, duke pas për bazë raportet që i kemi momentalisht të ngrira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të krijoj kushte të favorshme për investitorët amerikanë dhe të jetë njëri nga vendet shembull në Ballkanin Perëndimor që për gjitha produktet amerikane taksa është 0%. Për periudhën 2021-2024, Kosova eksportoi produkte në vlerë rreth 400 milion euro në Amerikë, ndërsa importoi prodhime amerikane në vlerë 348 milion.